Shkuj sepse kom pjesë punës edhe di që kom u kthit e djali prapë edhe më merr malli shumë merr malli. Por do të thotë gjithmonë mendjen e ke te Merr djali. malli, mendjen e kom taj gjithë kohës. Edhe kur jam në distancë largët, për shembull në Itali, Gjermani, merr malli shumë. Po të shoh shumë të lumtur kur po flet për të dhe për këtë arsye e bona pyetjen si është ajo ndjenja kur je larg këtij. Talenti fëmia vetë e zgjedh talentin, pastaj ti vetëm mund ta orientosh apo ti ndihmosh në atë punën që e don. Sepse çdo fëmijë nëse është i suksesshëm diçka, duhet të tregoj një fararikje që ti ta mbështesësh pastaj. Nëse ai do të ketë këtë fushë, do e mbështes, nëse s'ka, do orientoj të tërkund. Ose sa e vlefshme është kur je me fëmijë dhe bashkë me Selvie normal me gruan, sepse edhe ajo është normal pjesë e familjes time edhe është diçka që nuk e kisha menduar që do të jetë kaq gëzim i madh për mua. Ai ka thonë fjalët e para, ka thonë bobe. Ai flet shumë fjalë, më shumë për përmend tete, më thon ku tete këtu se kom teze, se unë teze tete. Edhe baba po tete më shumë, mama ma pak. Me tete ka filluar? Me tete ka filluar. E bukur dhe interesante. E bukur. Kur thonte koje, po i thoj shumë, ka dalë sa fjalë serbisht të koje. Mos janë nish me këto. Shkuj sepse kom pjesë punës edhe di që kom u kthit e djali prapë edhe më merr malli shumë merr malli. Por do të thotë gjithmonë mendjen e ke te Merr djali. malli, mendjen e kom taj gjithë kohës. Edhe kur jam në distancë largët, për shembull në Itali, Gjermani, merr malli shumë. Po të shoh shumë të lumtur kur po flet për të dhe për këtë arsye e bona pyetjen si është ajo ndjenja kur je larg këtij. Po pra, është mallëngjim, është malli të merr me njerë, sepse mësohesh me ta gjithë ditën. Zgjohesh me ta, flen me ta. So ka qenë periudha më e gjatë që ke qenë larg djalit? Ta shkove të fundit që kishin Krishtlindjet, isha 6 ditë, fakt isha turne në Itali. Edhe ka qenë periudha më e vështirë, ja? Çish e kalove këtë? Je në fakt që e thrash telefon. Po shqyr që janë kamerat këto edhe. Jemi në kontakt non stop, po të merr malli, është diçka që ti je mësuar. Po. Edhe pse është i vogël, a mendon kur tritet që ka më kon pjesë e stradës? Do t'ja loj vetë ta mendoj të shohim se talenti. Jo. Jo, vetë talenti fëmia vetë e zgjedh talentin, pastaj ti vetëm mund ta orientosh apo ti ndihmosh në atë punën që e don. Sepse çdo fëmijë nëse është i suksesshëm diçka, duhet të tregoj një fararikje që ti ta mbështesësh pastaj. Nëse ai do të ketë këtë fushë, do e mbështes, nëse s'ka, do orientoj të tërkund. Po, me këto vëna të tregon muzikë veç. Që nuk je imponues për shembull? Jo, nuk jam imponues. Në profesion sepse as prindërit e mi nuk kanë qenë imponues te unë, as prindërit e gruas të Selvës nuk kanë qenë imponues. Domethënë talenti që t'jepet është diçka nga Zoti që askush nuk e pret dhe nuk e din se çka. Prindri vetëm pastaj mund të të orientojë, të të mbështes, të të përkrah kjo.